në përgjithësi. Fjala vjen, po them. Me marrë si hipotezë. Ajo që ka ndodhur me ajo që duhet, unë mendoj këtë tjetrën që më tepër se sa ta shohim se si e konsiderojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet për mesazhi kriptik, I cili nuk është se ka në një orientim nga prapa, nuk është se thotë duhet bëni këtë, atë apo atë, po thjesht pezullohet ai pezullohet për shkak të Albin Kurtit. Për shkak të Albin Kurtit. Jo mund të jetë, cila është pozita e Albin Kurtit, kush problemi I Albin Kurtit? Vetë cili është problemi I Albin Kurtit? Problemi I Albin Kurtit është në raport me atë që ka bërë në raport me shtetësinë e Kosovës, Bajska e tjerë, është në raport me atë që po kërkohet që të ketë një lloj mase ndaj një partie brenda Kosovës e cila mbështet aksione terroriste brenda shtetit të Kosovës dhe tolerohet. Këto janë probleme të mëdha. Apo problemi është Albin Kurti I cili nëpërmjet fjala vjen vendosjes apo kryenërsisë në propozimin e një kandidature për Kuvendin e Kosovës e zgjati konstituimin e Kuvendit të Kosovës apo zgjedhjen e kryetarit për nuk e di sa kohë. Këto janë problemet? Pra, po thua mund të jetë dhe për Kosovën. A mund të them unë për shembull a mund supozoj unë për shembull një arsye, një arsye është kjo që pritet që në momente kyçe kur nuk diskutohet më për politikë normale dhe në kohë normale, shtetet cilat ende nuk e kanë përmbyllur procesin e tyre të konstituimit, të kenë maturi politike të jenë të gatshme për me nda pushtet. Me nda pushtet me kë? Me të gjitha palët. Pra, për me nda pushtet, për me bashkëkoordinu, për me I bë të gjitha palët pjesë të procesit, sepse ndonjëherë për shembull kryenësia për shkak të numrave, edhe pse ka një mas legitimiteti demokratik, nuk ka mas pjekurie demokratike. Dhe mos pjekuria demokratike sjell vetvetishëm pastaj në qëndrime që shkojnë gati në fashizëm, në antidemokratizëm, sepse ti palën tjetër e konsideron të huaj, e konsideron jo pjesë të sistemit. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast dhe nuk besoj që I gjithë kumti është dhënë publik, por është dhënë mjaftueshëm që neve të imagjinojmë dhe jam I sigurt që në kanale të tjera të mbyllura private ushtën e qartë edhe Albin Kurtit, edhe Lumir Abdixhikut, edhe Memli Krasniqit, edhe Fatmir Limajt, edhe çdo faktori tjetër ushtën qartë çfarë kërkohet prej tyre që ata të bëjnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i konsiderojnë partner. Mendimi im personal është që kjo që ka ndodhur në këto muaj në Kosovë ka treguar që lufta për protagonizëm dhe dominim politik në leadershipin e Kosovës dhe lufta për kalkulime, për avantazhe elektorale në leadershipin e Kosovës është më e fortë se sa sensi I tyre patriotik në favor të Kosovës dhe këtu janë të gjithë bashkë. Por ai që ka çelësin e artë, është njeriu që gëzon më shumë vota. Mirë po, demokratikisht shumica edhe me një vot është shumicë, por po demokratikisht, nëse diferenca mes palës që është votuese jotja dhe palës tjetër, sa do e coptuar ti ajo në 2 apo 3 pjesë, është realisht shumë e ngushtë. Ti je detyruar ta pranosh në tryezat palë dhe ti je detyruar që të ulesh me atë palë dhe të gjesh zgjidhjet përbashkëta të mençura, të matura për institucionet e Kosovës. Shumë rregull. Me mbyllim këtu, meqense që ka problemi brendshëm I Kosovës, unë nuk mendoj që është problemi brendshëm, ka të bëjë me raportin që ka Kosova me Serbinë. Po e them që është problemi brendshëm, shumë rregull. Kosova është republikë parlamentare. Sido që ta kthesh ekuacionin ti çfarëdo që ti të mundohesh të imagjinosh, përveç se po nuk e ndrove sistemin elektoral, përveç se nuk mos bëre në një avancim dyshim kushtetute siç mund të bëhet këtu ke ne, ti sistemin atë që ke, nuk e ndryshon dot. Ajo që ndodhi me vetëvendosjen para 4 vjetësh ka qenë diçka që ndodh një herë, kanë një shprehje italianët kur vdes papa, një herë në çdo vdekje papa, është një vend shumë I rrallë, që të kesh 50% etj. Shumë I rrallë. Asnjë nuk e unë të paktën nuk është se kam shpresuar, por nuk është se mendoj që rezultati do ripërsëriteshë. Në asnjë moment vetëvendosja nuk ka qenë e gatshme që të mos e ndaj pushtetin me partitë tjera politike.
të mos harrojmë që një koalicion në një qeveria ju vetë propozua LDK-s, pavarësisht se shkoi. Mbas këtyre zgjedhjeve mundësia ka qenë, por unë nuk përjashtoj as hipotezën tjetër që këto parti politike të bëhen gjitha bashkë dhe ti tregojnë gjitha bashkë vullnet politik Presidentes Republikës dhe ti thonë, e dashur Presidenti i Republikës, pavarësisht se ti mund t'i japësh mandatin për të formuar qeverinë Albin Kurtit, mandati rrëzohet bie, atëherë do t'i japësh dikujt tjetër. Ne jemi të gatshëm, unë, LDK-ja, PDK-ja, Nisma, etj. Për të formuar qeverinë. Problemi i madh këtu, edhe unë edhe pastaj kthehemi ke pjesa tjetër që kush është gjithë strumbullar, është lista serbe. Pra si do të pozicionohet lista serbe në gjithë këtë koalicion? Dhe më duket që ka një ngërsh të madh, jo vetëm për Albin Kurtin këtu në këtë mes, por edhe për opinion për klasën politike në Kosovë. Pra kush do bëj koalicion me kë? Dhe duhet dhe ndofta ti ke drejt që thotë që duhet ta tejkalohet, po kush ka guximin të bëj koalicion me listën serbe? Jo, ata do të bëjnë bashkë, mendoj. Shiko, unë kujtoj precedentin Maqedonas. Kur kishim krizë për shkak të rënies së Gruevskit në Maqedoni, ne kemi parë skenën ku për muaj me radhë kishte një tavolinë ku ishte ambasadori BE-s, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zaevi, Gruevski, Ali Ahmeti, Mendu Thaçi. Një tryezë e cila synonte të ndërtonte një periudhë post-krizë, pra një periudhë stabiliteti. Ajo që unë vetë do të rekomandoja, nuk dalë do të si këshilltar apo si njëri që jap teza publike, por që një mendim që do t'i unë është kjo që sot Vjosa Osmani, Albin Kurti dhe çdo politikan i Kosovës do duhet të instalojë një tryezë ku të ulen dhe ata së bashku të gjejnë zgjidhje. Pra së bashku jo në konkurrencë me njëri tjetrin, por në debat me njëri tjetrin për me gjetë zgjidhje. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe në dialogun me Serbinë, për shembull. Neve gjithmonë e quajmë a priori që Serbia është më e fortë në dialog se ka më shumë mbështetje ndërkombëtare apo jo, sepse është më e butë Europa apo është më e butë edhe administrata e re Trump. Por ne nuk bëjmë kur pyetjen për shembull. Po sikur e gjithë klasa politike në Kosovë të jetë e unifikuar në qëndrimin e saj dhe në tezën që ajo do të mbrojë për dialogun. Pra nëse ata do të ulen aty në tryezë, do të kenë një projekt të përbashkët. Të strategjizuar dhe taktizuar të përbashkët, në ligjërim, në diplomaci, në komunikim publik, në komunikim privat, pra me dyert hapura o me dyert mbyllura. A nuk do ishte te Kosova në pozita shumë më të forta? Po, absolutisht po. Në rastin konkret, unë po të them këtë që qeverisja e Albin Kurtit është gjithmonë kritikuar nga opozita për qëndrimet anti-amerikane, për rrezikun që ka vënë etj. Po në anën tjetër, publike, po më them ata tulen të zgjidhin këto privat. Një sekond, këtu e kam. Okej, në rregull, shumë dakord që është edhe një luftë politike e brendshme shumë e ashpër, shumë e fortë, shpeshherë edhe idiote. Po të thotë edhe idiote. Është qesharake. Por në anën tjetër, unë nuk e shoh për shkakun që opozita në Kosovë të ketë opozita, LDK-ja, PDK-ja, të kenë qëndrimet e tyre se çfarë do ndodhi në raport me dialogun. Dhe po ta vesh re, dhe këtu më skandalizon situata në Kosovë, opozita e madhe në Kosovë është nëpërmjet papërgjegjshmërisë së faktorëve të shtypit, të cilët mu thonë çfarë do lloj gjëje. Është i zi, është i bardh, ka bisht, ka këtë, ka atë. Edhe problemi shumë i madh i Kosovës dhe fatkeqësisht opozita e Kosovës këtë gjë ja ka lënë shtypit. Pra shtypit ta bëj opozitën me denigrime etj, me probleme të mëdha dhe në fund ditës unë nuk arri as nga ato të kuptoj cila do të ishte antiteza e asaj që po bën Kurti sot. Klet, dalim tek ajo që po diskutojmë. The që kjo nuk është për Kurtin, unë mendoj që është për diçka tjetër. Si e vlerëson këtë si në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare? Pastaj me lazime kemi një herë fjalën se unë them që në rrafshin më banal, nëse le të themi administrata amerikane sot i shtrohet detyra që të heqë ato që loose strings, pra të heqë bishtat, pra të rregulloj bishtat, të forcoj frontin, atëherë do të duhet të mbylli problemet që mund të jenë Kosova me Serbinë, një problem, Turqia me Greqinë, problemi numër 2, e kështu me radhë, pra të forcoj një farë fronti.
Në këtë lloj Azerbajxhani me Armeninë ose Shqipërinë, siç thot Trumpi. Dhe në këto momente, atëherë ty të vihet përballë një alternativë e cila në periudhën afatshkurtër është jo e dëshiruar, por në periudhën afatgjatë i bën mirë kampit, le të themi, a do duhet ti të sakrifikohesh për kampin? Sepse me vërtet Ariani tha që na foli për presidentin Wilson, por Shqipëria jo në konferencën e paqes, po edhe më përpara ka qenë plaçka e cila paqtoi Greqinë, Serbinë, Malin e Zi, Italinë, po dush e kështu me radhë. Po se s'kemi pasur edhe në një elitë. S'kemi pasur edhe ndoshta edhe në një elitë. Problemi që ndron, them këtu, a do duhet ne të përballemi ose dhe faktorin Kosovë? Dhe këtu mua më vret ajo pandershmëria intelektuale e një pjesë të mirë të elitës në Kosovë. Pra, ta shohë atë realitetin dhe thotore, çfarë problemi? A na ka vënë Albin Kurti përballë kësaj? Okej, shumë mirë, na ka vënë Albin Kurti përballë. Cila është alternativa? A do kemi ne këllqe që të themi që do ta implementojmë zajednicën sa po të vim në pushtet, që do të bëjmë këtë. Pra ato për cilat ti e kushtëzuar nga pikpamja ndërkombëtare me Dakor. Në rregull? Pra do ta bëjmë edhe në fund fare. A jemi ne të gatshëm që të bëjmë edhe atë që ishte ajo problemi i madh apo sakrilegji i Thatchit, këmbim territoresh, si me Ukrainën. Po. Merazim. Po. Jo, unë e kam lidhje me këtë tezën që a është kjo një ripozicionim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me këto që Kledi quajti loose strings, apo është ajo që ju thoni, domethënë është thjesht një goditje në kuptimin që ata, nëse Albin Kurti nuk ndryshon, ata do të vazhdojnë të shtojnë, le të themi, vendimet negative për Kosovën, se dialogu strategjik nuk është me Kurtin, në fakt është me Kosovën. Unë nuk e shoh si goditje, kjo çfarë ka ndodhur, nuk e shoh si goditje ndaj Kosovës, është mas sinjal që i dërgohet udhëheqjes aktuale konkretisht zotit Kurti, por unë kisha për ta zgjuruar atë edhe te presidentja Osmani, sepse ajo ditëve të fundit ka ndryshuar, qëndrimet do të thotë shumë më afërt me dhe derisa nuk ka pas këtë ndryshim të qëndrimit të presidentës, dhe përderisa aja ka qenë gardiane e kushtetutës, gjykatës kushtetuese, nuk kishte mas. Do të thotë unë mendoj që ajo i ka kontribuar shumë. Lëvizja e saj në drejtim të Kurtit, pra jo mbajtja pozicionit neutral, i ka kontribuar kësaj mase, por mendoj që masa nuk është goditje ndaj Kosovës, është sinjal, është qortim për kryeministrin Kurti dhe për qeverinë. Dakord, po ka në 7 gusht kemi patur një takim midis dhe unë e kam atë deklarimin e zëdhënësit të Departamentit Shtetit për takimin Rubio-Gjurić, ku potencohet, le të themi tekstualisht, që më vonë gjatë këtij viti Shtetet e Bashkuara të Amerikës do nisin dialogun strategjik me Serbinë, pra ndërkohë që e pezullojnë me Kosovën, e fillojnë me Serbinë dhe ai kontribon kjo tezës që tha Kledi, që kjo mund të jetë një ripozicionim. Tani, unë do t'i shtoj kësaj teze edhe diçka. Në çastin e takimit të Gjuriçit me Rubion në Washington, atë do ditë në Washington ka qëndruar edhe presidentja Osmani, por nuk është pritur nga sekretari shtetëror Marco Rubio. Pra, është e saktë kjo, që ka do të thotë në shiqim të parë, fitohet përshtypja që ka një lëvizje të Shteteve të Bashkuara drejt Serbisë, do të thotë, edhe për shkak të takimit Gjurić-Rubio, pastaj për shkak të shmangjes së takimit të Rubios me presidentin Osmani. Ato ditë ajo qëndronte në Washington, por unë e mendoj pak më ndryshe dhe këtë dëshmoj dita e djeshme dhe e sotit, do të thotë. Nuk mendoj që ka lëvizje dramatike në kuptimin në raportet SBA Serbi dhe SBA Kosovë. Peshorja megjithatë anon dukshëm, bindshëm në anën e Kosovës, sa i përket raportit të Washingtonit, është qortim për udhëheqjen aktuale, sepse po përsëris edhe një herë, nuk është fjala vetëm për mungesë të aftësisë për të formuar institucione, por është mungesë gatishmëria për të formuar institucione. Do të thotë nuk ka gatishmëri.
nuk ka dëshirë, nuk ka vullnet. Dakord. As qeveria deri tashme dhe as opozita. Unë mendoj se këtu është esenca do të. Sinjal. Po më lër të bëj pak, domethënë një skenar tjetër thjesht për të kontribuar edhe bisedës. Nëse Kurti nuk është partner, atëherë po shkojmë drejt, po themi drejt sjelljes së Hashim Thachit në krye të Kosovës, çka mund të lidhet me atë që Trump tha për Ukrainën, për shkëmbimin e territoreve. Pra, pse mendon që mund mos jetë dhe ky skenar? Se kjo është ajo që qarkullon, pavarësisht se nuk thuhet nëpër tavolina. Tani unë nuk dua ta them, por nuk e përjashtoj. Në fakt nuk përjashtoj asgjë. Nuk përjashtoj asgjë për një fakt shumë të thjeshtë. Shumë çka për Ballkanin, dhe sidomos për raportet Kosovë-Serbi dhe Serbi-Bosnjë, do të vendoset në komunikimin direkt Trump-Putin, pra krahas çështjeve problematike të Ukrainës, në bisedimet e tyre më vonë, gjithsesi që paralelisht do të jenë edhe çështjet aktuale ballkanike, sidomos Bosnia dhe Kosova. Atë që e thua nuk e përjashtoj, por as nuk e pohoj, sepse do të ishte spekulim, do të thotë ta pohoj, por nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj asnjë nga këto mundësi dhe ato për faktin që unë personalisht pres lirimin e liderëve të UÇK-s nga fillimi i vitarshëm, presë balancim, ajo do të balancon të pastaj skenën politike në Kosovë, sepse ne aktualisht kemi një opozitë shumë të zbehtë, shumë gati inexistente. Lirimi tyre do të balancon të skenën politike në Kosovë. Unë nuk di tani kush do të dilte më i fituar, por balancimi i skenës politike në Kosovë ngrit nivelin politik, ngrit cilësinë dhe do t'i kontribuoj, besoj, stabilitetit dhe formimit më të lehtë, krijimit më të lehtë të institucioneve. Arjan, si e shikon këtë që kjo mund të jetë, le të themi, një ripozicionim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasojë atij takimi të famshëm Trump-Putin, që ne absolutisht nuk dim asgjë se çfarë ka ndodhur, por a mos është ky një hap drejt le të themi, një skenari për cilën palët më të rëndësishme të botës sot, Rusia edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë rënë dakord? Shikon, unë vetë kam një pikpamje të tillë që neve hym tek ajo hullia e këndvështrimit ton të ngushtë dhe përpiqemi që edhe botën ta shikojmë nga frëngjia jonë. Serbia në këtë rast është armiku i shqiptarëve dhe i Kosovës, por nuk është armiku i Amerikës. Tani, ne nuk mund të kërkojmë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shohin Serbinë si ne. Ne nuk mund të kërkojmë që edhe vendet e tjera, shtetet e tjera, kushdo qofshin ato, ta shohin Serbinë si ne. Kjo është gjë e parë që do na ndihmonte shumë për me shliru gjykimin dhe për me kuptuar më drejt gjithçka që ndodh. Gjë e dytë, unë mendoj është shumë e rëndësishme për të kuptuar që narrativat morale sa vjen dhe po bie në këtë botë. Po, kjo është e vërtetë. Ti nuk mund të kërkosh dhe nuk mund të pretendosh në këtë botë që ti të fitosh diplomatikisht vetëm me narrativa morale, pra mbi drejtën morale historike. Kemi hyrë në një botë që është ftohtësisht real politike, ftohtësisht madje ndonjëherë edhe frikshmërisht real politike. Ky rendi i ri në cilin kemi hyrë nuk përjashton më asgjë dhe jam krejt dakord me këtë ide. E megjithatë, në këto pak muaj që ne kemi parë se si ka vepruar administrata Trump me shumë shtete dhe me shumë vende, ajo që bie në sy është që presidenti Trump nderon dhe respekton çdo lider i cili ka një projekt dhe shkon dhe negocion me një projekt në favor të kombit vet. Andaj mirë është që ne mos të bëjmë shumë analiza dhe mos bëjmë shumë hamendësime, as me shit lëkurën lirë, që ka ndryshuar tani, s'kemi çfarë të bëjmë, u dorëzua, as me marë për të mirëqenë që po, tani mbaroi historia dhe
ose po ata janë me ne. Pyetja që do të bëjmë të gjithë ne shqiptarët në Tiranë, në Prishtinë, në Tetov, në Çajir, në Shkup, në Gostivar, në Tuzë, në Ulqin, është a kemi një projekt ne shqiptarët? Dhe kush negocion dhe si negocion për këtë projekt? Administrata Trump, për shembull, e ka bërë qartësisht të lexueshme për çdo kënd që ata do të shohin në raportet mes shteteve ato që quhet përfitimi i drejt për drejt ekonomik në favor të Shtetit Bashkuar të Amerikës.